Është rekordi më i madh që ka parë Kosova me gjas edhe rajoni. Kokër pas kokre, një sezon i tërë pune po merr vlerën e merituar. Në Xërc të Rahovecit, hambarët u mbushën më shumë se kurrë. Në MCLS, ky vit ka sjellë rekord, pasi rendimenti është rritur ndjeshëm, ndërsa gruri vendas po dëshmon potencialin e tij. Qindra fermer nga Rahoveci dhe zonat përreth kanë zgjedhur këtë fabrikë gruri për ta dorëzuar prodhimin e tyre, duke bërë që këtë sezon të regjistrohet sasia më e madhe grumbulluar ndër vite. Sipas përfaqësuesve, rritja e rendimentit është rezultati i kushteve të favorshme, punës së fermerëve dhe organizimit të procesit të grumbullimit, ku pak vjet më parë ishin 30.000 ton, e tash u dyfishua i tëri. Fatmirësisht jemi duke shkuar drejt shifrave rekorde të pranimit dhe të deponimit të grurit, rreth 60.000 tona, por një gjë që dëshirojmë që të sigurojmë secilin fermer është që ne nuk e përfundojmë kurrë grumbullimin e grurit vetëm në periudhën e muajit qershor dhe korrik, por të gjithë ata fermerë të cilët mund të ruajnë kulturën e grurit në deponitë e tyre dhe mund ta dorëzojnë në secilën periudhë të vitit, atëherë ne jemi të hapur që të bashkëpunojmë me ta gjatë gjithë vitit. Për te rekordit të si vjetëm, MCLS nga Devolli Corporation do sjell edhe një risi për fermerët në sektorin e bujqësisë. Qendra tregtare bujqësore, të cilën e kemi emëruar si AgroCenter, këtë qendër tregtare të gjithë fermerët mund që të furnizohet me inputet bujqësore, me fara, me plehra, barëra të ndryshme për mbrojtjen e bimëve, jo vetëm fara dhe plehra, por fara dhe plehra kualitative, dhe më rëndësishme është se këta fermerë mund të marrin edhe këshillat nga dora para agronomëve të cilët janë të punësuar në kompaninë tonë. Broqi thekson se dhe cilësia e grurit të dorëzuar gjatë sezonit 2026 ka qenë shumë e lartë. Cilësia e grurit këtë vit është shumë e kënaqshme. Prej vitit në vit, fermerët janë duke rritur cilësinë e prodhimeve të tyre, gjithashtu edhe me pjesën e rendimentin shumë prej fermerëve janë të kënaqur. Një sezon që nisi me punë ara, po përmbyllet me shifra rekord nga MCLS, njëra nga storjet më të mëdha të suksesit të prodhuesve vendor.